Katër pas sulmuzve. Mra pas sulmuzve është. Nuk është dy troni, mos e shih informacionin në fillim. Po ky po më ashtu. Për çata po duam ja demonstroj. 5-3-2, 3-5-2, ajo varet prej. Nëse e këshyr në çush e ka pas skemën e renditur 4-4-2 e ka pas lojës kështu në listë kur i ka vjen. Kryesor i suksesit kësaj skeme. Muslia ka na që thonë mushkni që nuk hargjohen kurrë, është Muslia, ajo po vrapon shumë. Zhegrova nuk i ka ato karakteristika. Zhegrovën ti e shef tu e driblu futbollistin, po nuk ka një diçka që ta dëshmon që Zhegrova është i mirë në fazën defanzive. Unë personalisht mendoj që Zhegrova është ndoshta kosovari më i talentuar në histori të futbollit kosovar. Është më i talentuar i betshëm. Por Dhe Blendi mendon se nuk ka vend në këtë përvojë. Jo, unë e thash që në ballotazhin Aslani Zhegrova, po më tregoni ku kishte vendosur. Aslani Në Zhegrova cilin do vend e vendos Zhegrova është emër për këtë përvojë. Komo si ta kemi këtë informacionin me cilën ka nisur. Po jo, që unë po të them, që unë